Sot në Gjakov, djemë dhe vajzat të reja kanë shpërndarë broshura në të cilat ftohen qytetarët që kur të paguajnë të kërkojnë çdo cent për kusur. Kur dihet që nga shumë qendra tregtare dhe bizneset të ndryshme të vogla të mëdha qofshin, nuk thejnë kusurët 1, 2 e deri në 5 cent. Këtë konfirmuan edhe qytetarët. Ato thotë 2 cent që kushton, as të këtan ty ti merr. Ty ti merr. Ajo kthejnë kusurin e ja? 2 cent, 5 cent, 3 cent, ato zgjen pyetja së shprehje. Nuk i kthejnë kur. Ja. A keni insistu në herë mi morë? Po me insistu dhe i mu qatë i kom hanë ja për 2 cent një me ke merë dhe të zëllë pëjtohet. Që shumë dërmarje tregtare në Gjakov nuk thejnë për kusur 1 cent e 2 cent, nuk është rastësi, por shpesh herë mirë e kalkuluar. Unë nuk e di veç kum dëgju për disa marketa me mia herë thënë kursen. Ata si nuk i kthejnë. Një fushat e tillë synon të rrisë vetdijen e qytetarët për centët që marketat në Kosovë që nuk i kthejnë janë të tyre. Ato para që ndalen nga secili për juve, në fund të ditës sjellin për këto biznese fitime me qindra euro të akumuluara në mënyrë të paligjshme. Prandaj në këto broshura figuron numri i inspektoratit të tregut pa pagesë për ankesa. Krejt ky organizim u bën nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit.